Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Departamenti Amerikan I Shtetit pezullon shqyrtimin e aplikimit të vizave nga 75 vende në përpjekje për të rrëzuar aplikimet që mund të kthehen në barë publike. Pezullimi nis më 21 janar deri në një periudhë të pacaktuar. Nga kjo mas preket të Shqipëria, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. I vetmi vend që mungon në listë nga Ballkani Perëndimor është Serbia. Kategoritë e vizave të prekura janë bashkimi familjar, punësimi, birësimi, imigrantët special dhe migrim diversiteti ose llotaria. Vendimi nuk prek vizat studentore, turistike apo ato për biznes, përfshirë dhe për tifozët e futbollit që duan të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të parë nga afër Kupën e Botës që zhvillohet këtë vit, edhe pse administrata Trump ka thënë se do të verifikojë të gjithë aplikuesit e vizave. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Ekonomia shqiptare do të kenë një rritje prej 3.5% në vitin 2026, vlerësimi vjen nga raporti Bankës Botërore. Edhe për Kosovën, Banka Botërore parashikon një rritje prej 3.8% në vitin 2026 dhe 3.9% në vitin 2027, duke e renditur si ekonominë me rritjen më të shpejtë në rajon. Rritje më e ulët parashikohet për Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën me rreth 3%. Malezi parashikon një rritje me 3.2% dhe Kroacia 2.9%. 31 mars I vitit 2026 është afati I fundit për dorëzimin në Shqipëri të deklaratës vjetore të të ardhurave për periudhën janar-dhjetor 2025. Detyrimi për të deklaruar të ardhurat personale vjetore për vitin 2025 prek individët me të ardhura mbi 1.2 milion lekë nga të gjitha burimet. Po ashtu detyrimi vlen edhe për individët që për të paktën një muaj gjatë vitit 2025 kanë qenë të punësuar pranë më shumë se një punëdhënësi. Detyrim për të dorëzuar aplikimin kanë individët që kanë realizuar të ardhura mbi 50.000 lekë për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, si të ardhurat nga platformat Booking, Airbnb, YouTube, të ardhurat nga qiradhënia. Për herë të parë këtë vit, prindërit dhe kujdestarët ligjor me të ardhurat të ulta dhe të mesme do të mund të përfitojnë kompensim ushqimor dhe arsimor për fëmijët në ngarkim përmes deklaratës vjetore të të ardhurave. Maqedonia e Veriut merr 1 miliard euro borxh në tregjet ndërkombëtare. Eurobondi 10 në vlerë totale për 1 miliard euro do të përdoret për rifinancimin e huamarrjeve të mëparshme dhe për mbulimin e deficitit buxhetor. Huamarrja është realizuar përmes dy transheve. Transhi I parë për 500 milion euro ka afat shtyre 4 vjet dhe normë interesi 3.8% dhe I dyti me normë 4.75%. Me mjetet e siguruara përmes këtij eurobondit të parashikuara në buxhetin për vitin 2026, do të realizohet pagesa në kohë e eurobondit të lëshuar në vitin 2020 një vlerë prej 700 milion eurosh, si dhe shërbimi I detyrimeve të tjera që paguhen gjatë vitit aktual, deklaroi Ministrja e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçoska. Kryeministri I Groenlandës, Jens Frederik Nielsen, paralajmëron se nuk është koha për të diskutuar pavarësinë e ishullit dhe për të rrezikuar të drejtën e tij për vetvendosje. Apeli vjen ndërsa presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një nevojë jetike për Groenlandën për arsye të sigurisë kombëtare. Në intervistë me shtypin lokal disa orë para takimit të ministrave të jashtëm danez dhe groenlandez me senatorin J.D. Vance dhe Marco Rubio në Shtëpinë e Bardhë, Nielsen tha se nuk është koha për të luajtur me të drejtën tonë për vetvendosje kur një vend tjetër thotë se do të na aneksojë. Ai shtoi se Groenlanda mbetet pjesë e komunitetit të mbretërisë së Danimarkës do të qëndrojë pranë saj. Përballë tensionit, ministri danez I mbrojtjes konfirmoi se do të forcohet prania ushtarake e Danimarkës në Groenland dhe po zhvillohet një dialog I vazhdueshëm me NATO-n për të rritur praninë e aleancës në Arktik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.